Përshëndetje gjithëve dhe mirë se erdhët në adoleshencë. Sot do të flasim një temë shumë të rëndësishme për ne. Atëherë në moshën e adoleshencës ne mendojmë si jemi gati për të eksploruar, por gjithashtu dhe për të marrë vendime vet. Por shpeshherë ne hasemi me kufijnë dhe rregullat që na vendos shoqëria, shkolla apo dhe familjarët. Dhe pikërisht sot do të flasim për tensionin që ndjejmë ne vetë si adoleshent midis kufijve dhe lirisë që ne mendojmë që mund të kemi. Atëherë tani kam kënaqësinë të bashkëbisedoj me Anisën. Anisa, mirë se erdhe. Dhe me Dean. Dea, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Atëherë si fillim për pyetjet e parë ne do të diskutojmë se cila është gjëja më e madhe që dëshironi të bëni por pa u ndaluar. Gjëja më e madhe që unë doja të bëja pa u ndaluar është të bëj gjëra dhe të kryej veprime pa u gjykuar nga njeri. Unë i urrej njerëzit që gjykojnë të tjerët, se unë vetë si tip nuk gjykoj asnjë. Okej, po për ty Anisa? Thjesht jetoj jetën pa pasur frikën se si do i gjykojnë tjerët ose mund të gabojnë ndonjëherë apo jo. The pak më parë ide që kanë hasur gjykime dhe paragjykime. Kanë qenë ndonjë rast specifik apo? Jo, po zakonisht vetë nga jetesa në Shqipëri, shqiptarët e kanë mendjen vetëm për gjyku të tjerët. Në fakt është e vërtet, është pak ky gjykimi dhe paragjykimi, mirë po mendoj që ti mund zgjedhësh persona që ti mund të rish edhe të jenë suportues ndaj teje. Dhe në këtë mënyrë nuk do ndihesh e gjykuar ose nuk do të ndaloj për të bërë gjërat që ti dëshiron të bësh. A keni ndonjë kufi që ju duket i padrejtë në jetën tuaj? Në këtë moshë që ju jeni? Unë mendoj që gjithë kufin që na vendosin të tjerët janë të padrejtë. Vetëm kufin që i vendosim ne vetes janë të Se i konsideron të padrejtë? Sepse askush nuk ka të drejtë të gjykojë askënd. Pse mendon kështu? Sepse gjithë secili ka jetën e vet edhe na kuptoj. Unë mendoj se thjesht thjesht është ajo pjesa që të vjen kufi dhe ti dukesh sikur je e burgosur, je në pranga, se thonë nuk do e bësh të dhe pikë. Atëherë Gosta, keni ndjerë ndonjëherë frikë ose pak stres kur dikush ju ka vendosur kufin për ju? Me thënë drejtën vllai, thjesht për pjesën e veshjes ose stilit tim, që nuk është se është i parë në Shqipëri, është thjesht domethënë ekstravagant për adoleshentët e sotshëm. Dhe thjesht ndonjëherë më thotë që mos u vish ose jo, nuk do ta bësh të, nuk do vish me mua thjesht. Po nuk është se e vras shumë mendjen, se thjesht e di që fundit thjesht e ka atë mentalitetin e vet. Po, e kuptoj. Në fakt mua stili jote pëlqen shumë. Edhe vazhdo vishu si të duash. Edhe në çfarë do lloj stili që ty duket i përshtatshëm për veten tënde. Tani vllai mendoj që e ka për mirë, patjetër nuk e ka për keq. Në fakt kemi shumë kufin që në fakt vendosen për të mirën tonë, duke qenë se në adoleshencë nuk jemi të zhvilluar plotësisht si nga ana mendore, qoftë edhe fizike, dhe prandaj ndodh që shpesh ne të hasemi me disa kufij që mund ta vendosen nga shoqëria ose nga familjarët. Për shembull, tek pjesa ime, prindrit më kanë vendosur kufij, po me të drejtë, normalisht, jo, mos u vish ekstravagante, mos u lyej shumë, vishu në mënyrën e përshtatshme, jo, po postime dhe gjëra, dhe unë mendoj që kanë të drejtë deri diku, sepse na mbrojnë dhe ne për shkak të moshës, se jemi akoma minorene dhe duan më të mirën për ne. Po, patjetër. Dhe mos kur vjen këshilla dhe kufi nga familjarët, patjetër që gjithmonë janë në aspekt pozitiv, edhe për të mirën tonë, duke qenë siç e the edhe ti, jemi vetë mosha e tillë që nuk jemi zhvilluar plotësisht. A keni thënë ndonjëherë po për diçka që i thyen të ato kufint? Shumë herë. Shumë herë? Shumë herë. Ndodh çfarë shembulli konkret ka? Për shembull për stilin edhe për pjesën e make-upit ose ndryshimin e fytyrës ose flokët, për shembull, mami im thjesht nga që jam edhe e vogël nuk do që për shembull unë të kryej flokët, ose unë i kam lyer flokët disa herë. Dhe thjesht më ka thënë jo, po unë prapë kam vërë dhe nuk është se e di që nuk do dali, kur e di që nuk do dali keq gjëja, e bëj. E kuptoj. Po, edhe unë kam thënë disa herë po për pjesën e kufinve dhe jam ndjerë shumë mirë sepse më ka dhënë liri edhe ne jemi adoleshentë, duhet dhe të gabojmë dhe të mësojmë nga gabimet tona. Atëherë Goca, si ndjeni kur liria juaj përplaset me rregullat e të tjerëve? Me thënë drejtën, e mendoj nga ana e tyre, do me thënë, mendoj se si është rregulli. Nëse rregulli është për të mbrojtur mua dhe gjërat e mia, atëherë po, do ta respektoj. Po nëse është një rregull që nuk është se ka kuptim ose që mua më pengon lirinë time me të vërtet shumë, atëherë thjesht
do vazhdoj me lirin tira dhe me... E kuptoj. Pra te nista kur e shef të arsyeshme, po e ndjek se rregull në momentin që nuk e shef të arsyeshme. Okej, e kuptoj. Në fakt na ndodh shpesh edhe në fakt kur përplasim ato rregullat që na ke vënë shoqëria ose familja, i shohim, i arsyetojmë mirë me mendjen tonë dhe pastaj vendosim ti ndjekim. Shoh të dy anët, domethënë shoh edhe pjesën time, shoh edhe mendimin e personit. E kuptoj. Edhe unë jam shumë dakord me Anisën dhe ne duhet të shikojmë të dy anët dhe se si na ndikojnë ato kufin tek ne. Edhe mendoj që përsëri nuk do të jemi nuk do të lejojmë të tjerët na vendosin kufin. Vetëm kur është e drejtë. Kufin që u vendosin, a shikoni si pengesë për rritjen tuaj apo si diçka të mirë edhe të nevojshme? Ka dy lloje, domethënë mund ta shohim në dy perspektiv, se ka kufi që janë të vlefshëm për ne dhe na mbrojnë ne për shembull për prindrit. Ka kufi që ata e vënë që me që jemi dhe adoleshent dhe koha ka ndryshuar shumë, kanë ardhur kohë shumë të këqija, ata vendosin kufi që e dinë që neve do na mbrojnë, edhe pse neve ndonjëherë na duken shumë të mëdha ose shumë ekstreme. Ne duhet i respektojmë ato, por ka dhe kufi që thjesht nuk bëjnë sens dhe janë me të vërtetë të pa nevojshme për rritjen tonë dhe thjesht kur të rritemi do e kuptojmë që ishte e kohë që e zbatuam atë kufi. E kuptoj. Unë mendoj që shumica e kufive që na vendosen, sidomos nga njerëzit e afërm, janë shumë të vlefshëm dhe ata duan që na shikojnë ne sa më mirë, prandaj duhet i respektojmë edhe deri diku, por nëse janë kufin që ne na pengojnë lirinë dhe rritjen tonë, mendoj që nuk duhet i shikojmë fare dhe të vazhdojmë jetën tonë ashtu siç kemi dëshirë. Në fakt më dolet tek pyetja çdo bëj tani, sepse pyetja çdo bëj tani është sa rëndësi ka për ju të jeni të lira për të bërë gabime. Të nisëm? Po. Okej. Për mua, në mendimin tim është që mua prindrit e mi kanë lënë të lirë, të shoh botën, të shoh në çfarë jetese jemi dhe çfarë kohësh kanë ardhur, dhe si unë si vllai kemi qenë të lirë që le të themi në moshën e adoleshencës, na kanë lënë që të shohim çfarë është gabim dhe na i kanë treguar gabimet, na kanë lënë të provojmë gabimet. Dhe duke parë gabimin, e kuptojnë që nuk do ta bësh më. Kam shumë raste për shembull në shoqëri që një person ka gabuar, e ka parë gjën që i ka ardhur e keqja nga mbrapa dhe ka thënë stop dhe nuk do ta bëj më. E kuptoj. Në fakt edhe unë mendoj që ne nga gabimet mësojmë dhe mendoj sa më të lirshëm të jemi, patjetër diçka me një kufi dhe me një caktuar, po sa të rrojmë do gabojmë. Po, është edhe kjo. Ne njerëzit nga vetë natyra jemi të gabueshëm, kështu që. Po. Unë në fakt nuk është se jam shumë dakord me mendimin e Anisës, sepse nuk dua që të bësh shumë gabime, sa të jem adoleshente të paktën, sa të jem në kujdesin e prindërve të mi, se nëse unë filloj dhe ato më lënë gjatë gjithë kohës të lirshëm, unë vetëm do gaboj dhe më duket sikur do iki gjithë adoleshenca ime kot. Më mirë, mua më pëlqen shumë mentaliteti i prindërve të mi, se si më lënë të lirshme, sepse kanë dhe besim tek unë, sepse ja kam ofruar dhe unë besimin, por nuk më pëlqen shumë liria e tepërt që japin adoleshentëve, sepse fillojnë të degradojnë. Çfarë quajnë liri të tepërt? Liri të tepërt quajnë për shembull kur i lënë shumë të lirshëm që të dalin në çdo lloj ore, me këtë duan. Ajo pastaj varet edhe nga pjesa e personit, nga fëmia, për shembull, se unë jam një person që mua të shtëpisë më lën të dal shumë shpesh. Dhe se unë kam shumë raste që i kam shoqërinë shumë strikte, dhe ata gabojnë më shpesh, sepse duke mos patur lirinë, thjesht mendoj që pse mos ta bëjmë këtë gabim, pse mos ta provoj, kurse kur prindi i lër lirinë, ja tregon vetë gabimin fëmijës, fëmia nuk do gaboj. Normalitikisht, nëse ti e lë fëmijën thjesht lirë, vazhdo bëj çfarë duash, pa ja treguar ç'është gabim dhe ç'është nuk është gabim, atëherë normal që ai do vazhdojë. Po jam shumë dakord, duhet ta lëri të lirë, po thash me një limit, sepse nuk mund ta lësh fëmijën ti komplet. Ose të paktën një shoqëri të ngushtë që ka fëmia, unë mendoj që prindit duhet ta njohë atë shoqërinë, ta di se me kë del fëmia, ose jo ta lëri deri vonë çdo ditë, sepse ashtu bie edhe nga mësimet edhe. Shiko pak, ne se përmendë shkollën edhe mësimet, shiko pak, ne nxënës jemi, që do thotë do i marrim gjitha notat, do i provojmë gjitha notat. Po ideja është që mendoj që kur ne jemi të lirë, siç tha edhe pak më para Nisa, jo detyrimisht na i thon prindrit çfarë është e mira, çfarë është e keqja, po vim në një fazë të cilën ne e kuptojmë vetë se çfarë është e mira, çfarë është e keqja, më kupton? Dhe mendoj që në periudhën e adoleshencës duhet ta shijojmë shumë dhe duhet të kuptojmë vërtet se kush jemi neve, dhe se është pikërisht kjo faza ku ne përpiqemi të gjejmë sa më shumë dëshira që ne kemi, sa më shumë ambicje dhe synime, por patjetër edhe për të gjetur atë veten tënde, pra të gjesh atë paqen si në shoqëri ashtu dhe
vetën tënde. Mendoj që është një moshë shumë e rëndësishme dhe ne po si bëm gabime tani, mendoj që kur të rritemi, bëhen edhe më keq gabime. Okej, po. mendoj që varet çfarë quhen atëherë ti quhen gabim. fatalitete. Patjetër gabime është termi i cili Okej, gabimi pavarësisht është gabimet. Ja, një moment ta marrë. Gabimi është një term i cili është relativ. Pra çfarë quhen ti gabim nuk e quaj unë ose nuk e quaj Anisa. Ne po flasim në terma të përgjithshëm, e kupton? Dhe mendoj që ne nga vetë mosha do bëjmë gabime, më kupton? Se është mosha e tillë që ne eksperimentojmë shumë, duam të dalim, duam të provojmë çfarë është jeta e natës ndonjëherë, çfarë është e thjesht një shoqëri, dalësh të pish diçka, më kupton se jo të argëtohesh, sepse kemi vetë nevojën. Momenti që ne do rritemi, synimet tona do jenë ndryshe nga këto që ne kemi sot. Mund të krijojmë një familje, gjë që nga vetë jeta nuk do të jetë më arsyeshme, edhe nuk do të jetë komode që ti dalësh sa herë të duash. Më kupton se ke disa përkupime të tjera që nuk del dot edhe nuk bën dot atë shefin që ti mund të bëje kur je në këtë moshë. Dhe unë prandaj them te bashkojmë Anisës, edhe them që ne tani është periudha që duhet të kënaqemi, patjetër dhe duhet të mësojmë se është shumë e rëndësishme. Gjimnazi është periudha më e bukur për një ditë në kohë, është edhe shumë e vështirë sepse në një farë mënyrë ti zgjedh në fund të gjimnazit, ti zgjedh në përfundim, zgjedh çfarë do vazhdosh dhe çfarë karriere. Ne do të marrim vendime serioze në një moshë jo serioze, dhe prandaj duhet të jetë pak e rëndësishme që të fokusohemi edhe tek shkolla. Jo, patjetër, as unë as Anisa nuk tham në asnjë moment që ne nuk do të, po patjetër. As unë as Anisa nuk tham në asnjë moment që ne duhet të fokusohemi te shkolla, por unë shkollën e shoh shumë të rëndësishme patjetër, por mendoj që edhe qefet janë të rëndësishme në këtë moshë, sepse nuk i bëjmë dot të dyja. A keni ndonjë shembull goca ku kufijt ju kanë ndihmuar për të shmangur ndonjë problem? Kam dhe prap sigurisht me vllajën. Është që për shembull unë si fëmijë jam rritur me prindit normalisht, po me vllajën. Gjithmonë kam qenë brapa vllajt dhe sillesha ndonjëherë si çun, do të ndiqja ndonjëherë në atë pjesën që rria si çun ose bëja si çun. Dhe erdhi një moment që rritesh normalisht dhe fillon adoleshenca dhe shoqëria të gjykon ose thjesht nuk duhet sillesh më ashtu, duhet fillosh të sillesh në një mënyrë tjetër dhe vllai më ka mësuar që mos e bëj këtë ose mos u sill më kështu se nuk është se është etike ose edhe nuk është hishme, nuk është e hishme. Siç e tham, ndonjëherë kufijt na ndihmojnë edhe për mirë. Unë kam pasur shumë raste që kufijt më kanë ndihmuar që të jem më e pjekur, edhe të tregohem më e matur, edhe me shoqërinë, po edhe në momente të tjera. Edhe në veprimet që ti mund të bëje. Ka qenë edhe të pjesa e daljes me shoqërinë ose tek pjesa e veshjes zakonisht, që prindin për shembull më kanë thënë mos u vish kështu sepse nuk dukesh mirë, dukesh vulgare nëse më thon. Edhe më kanë ndihmuar shumë ose për të vajtur në një vend, mos u vish kështu, mos u lyej kështu. Edhe kur kam vajtur te vendi dhe pash që personat e tjerë nuk kanë qenë të egzageruar siç do bëhesha unë, kam thënë më mirë që të është dukur i drejtë. E kuptoj. Goca, ke ndonjë mesazh për dikë që ndjen presion nga kufijt? Unë mendoj që t'i lini kufijt aty ku janë dhe të jini gjatë kohës vetvetja, mos të merrni mend të askujt përveç njerëzve që ju duan më shumë. Edhe vazhdoni jetën siç e dëshironi. Pra në një farë mënyrë ti marrin parasysh kufijt e familjarëve apo jo të tjerëve? Po. Okej. Unë mendoj se thjesht duhet ta jetojmë jetën ashtu siç ne kemi dëshirë dhe duhet arsyetojmë për çdo kufi dhe për çdo rregull që dikush na vë, dhe thjesht gjatë gjithë kohës duhet jemi të lirë, domethënë se po s'ishe i lirë, nuk jeton dot atë, domethënë nuk e jeton dot jetën ashtu siç ti do dhe në fundit kur të rritesh do e kuptosh që a ja ka vlerëtuar me vërtet që unë me vërtet kam bërë këtë gjë apo jo. Domethënë unë për vete them që mos se vrisni mendje fare për kufit, thjesht vazhdoni, bëni çfarë të doni. Dhe që se shifni të arsyetueshme që disa kufi duhet t'i respektojni, por ama mos e kaloni atë limitin e... Po. Varet edhe kufit që vendosi familjarë, sepse ka shumë familjarë që janë shumë strikt, ose thjesht janë shumë... Po, okej, po, do të thënë... Prap normali është relative, ose? Normali është relative, do të thënë çfarë mund duket të normale, mua më duket ekstreme, ose kundërta. Dhe, do të thënë, po i marrin në përgjithësi,
varet se çfarë familjarët na vën si kufi, se për shembull mund të jetë edhe një kufi që mund të jetë shumë ekstrem ose shumë strikt. Çfarë do dukesh aty një ndjes shtrëprera? Çfarë do dukesh aty një kufi ekstrem? Për faktin se si, më thënë, çfarë duhet bëjmë, si duhet sillemi, si duhet vishemi, jo po mos e bëj këtë, jo po nuk e përdalem. Sa herë duhet dalim. Për mua është e drejtë që thjesht ta lësh të eksperimentoj deri diku. Domethënë siç e thash edhe më përpara, duhet t'ia shpjegojmë fëmijës se çfarë është e drejtë, çfarë nuk është e drejtë, dhe thjesht ta lëm të jetojë, sepse adoleshenca për mua, për vete, është pjesa më e bukur e jetës, sepse kur të rritemi do fillojnë problemet më të mëdha, do fillojë karriera, do fillojnë shumë gjëra dhe thjesht është stresi, dhe thjesht duhet ta shijojmë, nuk ka pse të mendojmë për stresin që tani, sepse jemi shumë të vegjël. Dhe po ta mendosh stresin që tani vinë smundje, vinë shumë gjëra të tjera, dhe thjesht është një gjë shumë e madhe për të menduar për stres edhe për hallet që tani. Kështu që unë them shijojeni sa doni. Edhe unë fakt ashtu mendoj. Ne duhet të dalim edhe duhet bëjmë ato çka ne duam të bëjmë, patjetër me një lloj limiti, me një kufiri, pa cënuar askënd. Po patjetër edhe pa cënuar rregullat që na kanë vënë prindrit. Normale. Sepse është shumë e rëndësishme. Edhe unë faksionista mendoj që tani është periudha më e bukur, edhe duhet të eksperimentojmë shumë. Duhet dalim sa më shumë, bëjmë ato qefet tona, se kemi të nevojshmen. Atëherë Gosa, ne kemi dëgjuar shumë raste për të cilat adoleshentët janë ndaluar nga prindrit në shumë aspekte për argëtimin e tyre, po flasim më shumë, dhe mbasi kanë mbaruar adoleshencën, kanë bërë disa gabime që mund të quhen edhe fatale. Mendoni çka ardh nga kjo? Se në fakt unë mendoj që është shumë e rëndësishme kjo pjesë. Mendoj që personat dhe adoleshentët që janë të ndaluar gjatë kësaj periudhe, mendojnë që nga vetë që ne jemi shumë kurioze, edhe ajo gjë që na paraqitet si një jo e madhe, si diçka gabim shumë i rënd, ne jemi shumë kurioz për ta provuar. Vetë kurioziteti na çon për ta provuar edhe për të gabuar, mendoj, më shumë. Mbasi ne nuk jemi më nën kujdesin e prindërve. Si mendoni ju, Goca? Unë mendoj se ndikon, më thënë mund mos jetë 100% pasoja që e ka çuar në ato lloj gabime, por besoj se ndikon shumë, sepse ka shumë raste që janë aq shumë strikse që nuk i lënë të dalin, ose thjesht nuk kanë parë botën e jashtme, dhe kur ikin nga ajo mendojnë prit tani. Unë kam pritur gjithmonë këtë pjesë të jetës time, domethënë që të jem i rritur dhe mos jem në kujdesin e një personi dhe thjesht bëj çfarë dua unë. Dhe thjesht nga që nuk e kanë parë botën e jashtme dhe gabimet që ka bota e jashtme, thjesht vazhdojnë të lirë, por të lirë si në natyrë, si në xhungël. Dhe thjesht e bëjnë gabimin dhe pastaj pasojat janë shumë të mëdha dhe nuk ka kthim pastaj. Edhe unë mendoj që ne duhet të kemi më shumë disiplinë se sa kufij. Edhe mendoj që nëse komunikimi me prind-fëmijë bëhet në këtë lloj mënyre, pra është edhe pjesa e sekreteve, për shembull që nga pjesa që prindrit janë shumë strikt, nuk ka komunikim mes fëmijës dhe prindrit. Nuk ka komunikim të ngrohtë. Si rrjedhoja e fëmijë mund të ketë më shumë probleme, se nuk do ketë atë frikën, edhe atë stresin që t'ja them ose ja them se do bërtasi, do ndaloj për shumë gjëra. Dhe gabojnë edhe më shumë se edhe gabojnë edhe më shumë, sepse komunikim nuk ka mes komunikimi për mua është çelësi, domethënë çdo marrëdhënie edhe në familje, në shoqëri. Në fakt edhe unë kam përmendur në shumë episode që realisht komunikimi është çelësi çdo gjëje, çdo marrëdhënie, edhe mendoj që fëmijët duhet të kenë disiplinë, pra ne duhet të kemi disiplinë se sa më shumë kufi. Se kufit janë më shumë si pengesë se sa rregull ose që të mësosh. Pengesë, e vërtet, po dhe se mendoj. Në momentin që një fëmijë që është rritur që nga mosha e hershme 12-11 vjet me kufinje dhe duke i thënë që jo nuk do dalë ose jo nuk do vishesh kështu, në momentin që ai do dalë në jetë, thjesht do bëj atë që prindit e kanë ndaluar që në veçli. Po, edhe mendoj që një fëmijë nuk duhet të ketë asnjëherë prindër strikt. Edhe unë fakt mendoj që bëjnë sillin shumë dëm edhe shumë pasoja. Ne duhet të mësojmë se si ta përballojmë në një farë mënyrë situatat e ndryshme që mund na vinë në shoqëri, në rrugë, kudo tjetër. Kjo në fakt si edhe pasojat e brezat e arshme, domethënë te fëmijët e atyre që kanë pasur prindrit strikt, sepse thonë që unë kur të kem fëmijët e mi, nuk do jem strikte, do t'i lë të bëj çfarë duan. Dhe pastaj ajo liria që ata nuk e kanë pasur, ja japin fëmijës, ja japin, me thënë, pa kufi, pa rregull, pa disiplinë, dhe thjesht vazhdon domethënë gabimet në brez. Në fakt duhet të gjendet një mesjartë. Barazim.
Siç e tha edhe Anisa pak më parë, mendoj që komunikimi është gjithçka edhe fëmijët me prindit duhet të kenë një komunikim sa më të hapur dhe sa më pa doreza, domethënë. Thjesht i tregojnë çdo gjë që i ndodh, se mos komunikimi me prindit ka sjellë edhe ne kemi dëgjuar shumë raste që ka ndodhur vetë vrasje nga bullizime në shkollë ose në rrjetet sociale dhe ne duhet t'ia tregojmë çdo gjë prindërve, çdo gjë që na ndodh, t'ia tregojmë që të paktën të kemi dikë që të mbështetemi dhe nëse s'kemi shoqëri të kemi prindit që të mbështetemi. Fakti që vërtet edhe në ato raste ka raste të cilat adoleshentët sa i gjejnë atë lirinë, pra sa e marrin atë lejen, mund të bëjnë shumë gjëra të gabuara sepse nuk janë të përgatitur përpara për atë çka ju pret edhe se çfarë. Si jetojmë në një botë e egër që patjetër kufiçi nga prindit vjen shumë edhe nga meraku që ata kanë, patjetër vjen për të mirë, edhe nga vetë mosha që ne nuk kemi të zhvilluar në atë stadin e caktuar dhe atë idealin, si nga në fizike, si nga në mendore, kështu që prandaj vinë, por patjetër mendoj që duhet të kenë një lloj mase. Atëherë tani gocat lexojmë histori që na ka ardhur në Instagram, duke qenë se ne kemi lënë një hapësirë aty, ku për çdo temë gjithsecili prej nesh mund të shkruaj, edhe mund të tregoj historinë e tyre personale. Si mendoni gocat, të lexojmë dhe pas ta komentojmë? Po. Okej. Është një vajzë në fakt që na ka shkruar, edhe thotë, historia e saj është, jam rritur me një jo. Jo dalje, jo shoqëri, jo argëtime. Familja mendonte se po më mbronte. Ndoshta edhe po. Por askush nuk më mësoi si është jeta jashtë atyre mureve. Adoleshencën e kalova duke parë të tjerë të jetonin. Unë prisja radhën time. Pa e ditur çfarë më priste. Kur u rrita, patjetër u bëj çfarë të duash, dhe e bëra. Pa kufi, pa menduar. Gabova shumë, sepse kur të mbyllin të gjithë jetën, kur të hapin derën, nuk di të ndalesh. Ngatrova lirinë me arratisjen, argëtimin me humbjen, njerëzit e gabuar me ata që më donin. Sot po e shkruaj këtë që dikush tjetër mos ta kuptoj vonë si unë. Pra në fakt mendoj që është një përmbledhje e gjithë asaj që ne thamë për më parë. Si e mendoni, si e komentoni? Mua më vjen shumë keq për atë vajzën dhe për çfarë ka kaluar ajo dhe unë mendoj që çdo fëmijë, çdo adoleshent që prindrit i kanë vendosur kufin dhe nuk e kanë lejuar të bëjë atë që doj, kështu përfundojnë, shumica. Ka shumë raste të tilla, domethënë kjo ka folur për gjysmën e botës ose më shumë që ndodhin këto raste dhe siç e tham pak më parë, kjo vjen nga joja e tepër që prindrit i japin dhe thjesht nuk është faja e saj. Sepse është i gjithë, me thënë, shumica e fajt është i prindit që i ka thënë jo dhe nuk i ka treguar disiplinën dhe atë etikën që duhet ketë dhe thjesht ta mësoj, ta lërë jo aq të lirë, mbase mund të jetë ekstreme për ata të lënë në liri të plot, por të paktën të dali me shoqërinë dhe të shohë botën e jashtme, atë duhet ta ketë çdo kush, çdo fëmijë është e drejta jonë dhe në adoleshencë duhet ta kemi. Dhe thjesht ato gabimet priteshin që do ndodhshin sepse në fakt edhe prindit nuk t'i vëjmë shumë me shpallën pas murit, se edhe ata njerëz janë si puna jon, pra edhe ata është herë e parë që jetojnë dhe po kanë më shumë eksperiencë ne. Kanë më shumë eksperiencë ne nuk e dimë, ne mbështetemi tek ata dhe presim na japin rregulla dhe na shpjegojnë. Po. Por që ata njerëz janë patjetër janë me më shumë eksperiencë dhe si rrjedhoj gabimet që mund të bëjnë ata janë pak më të jo tolerueshme se sa ato që mund të bëjmë ne, duke qenë se janë më të rritur edhe me shumë eksperiencë. Në fakt për historinë e vajzës që na ka dërguar, mua më vjen mirë që tani ka reflektuar dhe ka kuptuar me të vërtetë se çfarë gabimesh ka bërë. Po, s'ka problem, mendoj që janë gjëra të cilat jo vetëm kësaj vajzës i kanë ndodhur, shumë prej vajzave mund të kenë ndodhur një histori e tillë, por që gjithçka që ka kaluar mbetet në kaluarën edhe ne duhet të mendojmë shumë për të ardhmen dhe si të zhvillohemi nga çdo aspekt joni. Atëherë duke marrë shkas të goca nga historia që ne lexuam, edhe patjetër edhe për ta përmbyllur gjithë bisedën tonë, çfarë mesazhi do jepni të prindërve, por gjithashtu dhe adoleshentëve? Atëherë unë një mesazh që kisha për prindrit, do doja që ata të ishin më komunikues me fëmijët, edhe të jepnin pak më shumë liri fëmijëve, që ta kuptojnë dhe ata se çfarë është bota jashtë, ndërsa për fëmijët kisha mesazh që të dëgjojnë prindrit, sepse ata kanë deri diku më shumë eksperiencë dhe mos të bëhen, mos të krijojnë kufi të rënda vetes. E kuptoj. Unë do thoja me pak fjalë më shumë për prindrit më shumë disiplinë se sa kufi dhe domethënë komunikim me fëmijën, ti mësosh se çfarë është e gabuar dhe jo e gabuar
Dhe për fëmijët dhe adoleshentët e moshës time, do t'i thoya që të ndigjojnë, të argumentojnë dhe të shohin çfarë është e drejtë dhe çfarë s'është e drejtë për ta. Në fakt, goca shumë faleminderit për çdo gjë që u tha sot edhe që pranuat të bashkëbisedonit me mua. Goca shumë faleminderit që erdhët. Faleminderit ju. Shihemi në episodin e radhës. Ikni.